Të nderuar televizionist, përshëndetje, unë jam Flutura Kasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Bordi i Transparencës ka vendosur rritje të re të çmimeve të karburanteve vetëm një ditë pas uljes së fundit. Nafta dhe benzina shënojnë rritje të ndjeshme në tregun me pakicë dhe shumicë. Vendimi vjen pas ankesave të importuesve për çmime nën kosto. Pas një periudhe të shkurtër të uljeje, çmimet e karburanteve në vend kanë masërisht një trajektore në rritje. Bordi i Transparencës ka vendosur një tavan të ri për shitjen me pakicë të naftës, duke çuar atë në 218 lek për litër, nga 203 lek që ishte përcaktuar vetëm pak ditë më parë. Rritja prej 15 lekësh për litër reflekton ndryshimet e fundit në treg dhe presionet e operatorëve të sektorit. E njëjta prirje është reflektuar dhe tek benzina, e cila ka psuar një rritje të konsiderueshme, duke arritur në 181 lek për litër nga 175 lek që ishte më parë. Në tregun me shumicë, çmimet janë përcaktuar në nivele më të ulta, por gjithsesi në rritje, me naftën që do të tregtohet me 206 lek për litër dhe benzinën deri në 169 lek për litër. Ky rishikim i çmimeve vjen pas shqetësimeve të ngritura nga importuesit e karburanteve, të cilët kanë argumentuar se vendimet e mëparshme ishin vendosur çmime nën kosto reale të furnizimit, duke shkaktuar humbje financiare. Në një komunikim zyrtar drejtuar institucioneve përgjegjëse, ata kanë kërkuar korrigjimin e menjëhershëm të situatës. Autoritetet kanë bërë të ditur se çmimet e reja kanë hyrë në fuqi në 28 mars në orën 23:30 dhe do të mbeten në fuqi deri në një vendim të dytë. Ndërkohë, Ministria e Ekonomisë ka paralajmëruar masa të ashpra ndaj çdo subjekti që shkel vendimet e bordit, duke përfshirë edhe pezullimin e aktivitetit. Në këtë kontekst, Edi Rama ka deklaruar më herët se në rast se çmimi i karburanteve të kalon nivelin prej 220 lekësh për litër, qeveria do të ndërhyjë me ulje të aksizës në masë 20%. Aktualisht niveli i aksizës për karburante arrin rreth 38.8 lek për litër, si për naftën ashtu edhe për benzinën, duke mbetur një nga komponentët kryesorë në formimin e çmimit final. Kryeministri i vendit Edi Rama ka shpallur nisjen e një serie takimesh në terren për socialistët në gjithë vendin. Ministrat, deputetët dhe kryebashkiakët do të takojnë qytetarët për të diskutuar sfidat dhe prioritetet e zonave të tyre. Turi do të vijojë deri në 12 qershor në përvjetorin e 35 të Partisë Socialiste. Në një mbledhje të zgjeruar të grupit parlamentar të Partisë Socialiste këtë të shtunë, kryeministri Edi Rama ka shpallur nisjen e turit kombëtar punët e Shqipërisë, një seri takimesh me qytetarët në terren. Aktiviteti synon që deputetët, ministrat dhe kryebashkiakët të njihen nga afër me nevojat dhe pritshmëritë e banorëve në zonat e tyre elektorale. Turi do të zhvillohet në mënyrë progresive deri në 12 qershor, datë që përkon me 35 vjetorin e themelimit të partisë. Çdo javë do të ketë tematika të veçanta, ku nisja do të përqendrohet te procesi i integrimit të Shqipërisë, i konsideruar si prioritet strategjik nga mazhoranca. Përveç takimeve të përgjithshme, kryetarët e bashkive pritet të zhvillojnë edhe konsultime direkte me qytetarët për të raportuar mbi realizimin e premtimeve dhe projektet e përfunduara. Ky aktivitet përfaqëson një projekt për të forcuar komunikimin me komunitetet dhe për të mbledhur informacion mbi çështjet më urgjente me terren. Mbledhja u zhvillua në pallatin e brigadave dhe morën pjesë jo vetëm kabineti qeveritar, por edhe deputetët e mazhorancës, por edhe drejtues e institucioneve të varësisë. Përveç turit u diskutuan edhe projekt ligjet e ardhshme, reforma territoriale dhe zgjedhore, duke e bërë këtë takim një moment të rëndësishëm për planifikimin politik dhe strategjik të socialistëve në muajin e ardhshëm. Kryedemokrati Sali Berisha njoftoi se Partia Demokratike organizon protestën kombëtare në 17 prill në Tiranë, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Berisha paralajmëroi se skenari i tubimit do të bëhet i ditur së shpejti dhe ftoi qytetarët të reagojnë për ngritjen e çmimit të naftës. Partia Demokratike ka vendosur datën 17 prill për protestën kombëtare, njoftoi kryedemokrati Sali Berisha gjatë një bashkëbisedimi online me qytetarët. Lideri i opozitës theksoi se ky tubim është i dedikuar për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe akuzoi qeverinë për pengimin e institucioneve në mbrojtje të vetes. Edi Rama ke vetëm një rrugë, dorëheqjen sa më parë, me datën 17 prill. Shqipëria në Tiranë për dorëheqjen e Edi Ramës. Nuk do të gjesh paqë kur, nuk do ketë stabilitet kur. Për ty, organizatën tënde të ballukëve kriminal dhe kartelet e drogës në Shqipëri. Berisha shtoi se të gjitha skenaret për proteste janë në agjendë dhe se demokratët janë të vendosur deri në kilometër të fundit për të arritur qëllimin e tyre. Të gjitha këto detyra në udhëtimin tonë. Unë kam deklaruar se tani jemi në kilometrin e fundit. Çfarë do të thotë kilometri i fundit? Do të thotë se kemi vetëm një betejë dhe kjo betejë është armiku Edi Rama për ta përmbysur nga pushteti dhe për shkuar drejt zgjedhjeve të lira.
Ai komentoi gjithashtu rritjen e çmimeve të hidrokarbureve dhe njoftoi se PD-ja ka përgatitur një paketë që synon uljen e çmimit të naftës dhe mënyrën që të jetë në nivelin e Kosovës dhe Maqedonisë. Po ti s'mund t'i ndërshkosh ata në këtë mënyrë. S'mund t'u vesh naftën ti pse ka një veturaj me t'jejtin çmim me Zvicrën e cila ka rrogat 6-8 herë më të larta. Por nafta nuk vepron vetëm tek ata që kanë vetura. Nafta ndikon nëpërmjet rritjes së çmimit transportit tek çdo qytetar. Nafta nëpërmjet rritjes së çmimit transportit ndikon në çmimin e çdo produkti ushqimor dhe jo ushqimor që transportohet. Nafta ndikon në koston e çdo prodhimi bujqësor për shkak se të gjitha inputet bujqësore kanë në bazë naftën. I garantoj se ne do të vendosim atë regjim fiskal i cili bën të mundur që nafta në Shqipëri të shitet një lloj si në Kosovë dhe Maqedoni dhe asnjë qindark më shtrenjtë. Por ama kjo kërkon edhe reagim qytetar. Kjo kërkon që para se të detyrohet të kaloj tek Parmena se nuk e pronoton dot traktorin apo autokampanjen, fermeri të dalë në rrugë, të bllokojë rrugët, qytetari të dalë me makinën e tij të bllokojë rrugët, të protestojë, qytetari të protestojë për çmimet që rriten. Pra kërkon një reagim mbar qytetar dhe unë jam i bindur se kjo do ndodhë. Në bashkëbisedim me qytetarët, Berisha bëri thirrje që intelektualët, mësuesit, mjekët dhe pedagogët të ngrihen për të mbrojtur interesin publik. Kryeministri Edi Rama publikoi të dhënat nga një raport ndërkombëtar që e rëndit Shqipërinë në krye të rajonit për transformimin publik. Vendi rezulton gjithashtu lider në tregun e qeverisjes dhe ndër më të mirët në performancën ekonomike. Raporti vjen në një moment debatesh të forta politike në vend. Kryeministri Edi Rama ka ndarë publikisht rezultatet e një raporti ndërkombëtar duke theksuar se bëhet fjalë për një vlerësim që sipas tij nuk ka marrë vëmendjen e duhur në hapësirat mediatike. Bëhet fjalë për indeksin e transformimit të Bertelsmann Stiftung për vitin 2026, një analizë e gjerë që vlerëson zhvillimet demokratike, ekonomike dhe qeverisëse në shkallë globale. Sipas këtij raporti, Shqipëria rënditet në vendin e parë në Europën juglindore për sa i përket transformimit politik, duke grumbulluar një rezultat të lartë krahasuar me vendet e tjera të rajonit si Maqedonia e Veriut dhe e Malit të Zi. Ky tregues lidhet me cilësinë e proceseve demokratike, funksionimin e institucioneve dhe programin në reforma. Po ashtu, Shqipëria kryeson edhe në fushën e qeverisjes, duke e vlerësuar për mënyrën e menaxhimit dhe politikën publike dhe kapacitetin institucional. Në këtë aspekt, vendi lë pas sërish fqinjët rajonal, duke konsoliduar pozicionin si një nga performueset më të mirë në rajon. Në dimensionin ekonomik, Shqipëria rënditet në vendin e tretë pas Malit të Zi dhe Maqedonia e Veriut, por para vendeve të tjera si Serbia, Bosnia dhe Hercegovina dhe Kosova. Ky vlerësim pasqyron performancën në tregues si zhvillimi i tregut, stabiliteti ekonomik dhe politikat e ndjekura. Indeksi analizon 137 vende në të gjithë botën, duke mbështetur në një bazë të gjerë të dhënash dhe ekspertizë ndërkombëtare. Për edicionin 2026, vlerësimi mbulon periudhën nga shkurti 2023 deri në janar 2025, duke ofruar një pasqyrë të përditësuar mbi ecurinë e reformave dhe zhvillimeve institucionale. Publikimi i këtyre të dhënave vjen në një klim të ndezur politike në Shqipëri, ku debatet mbi qeverisjen dhe reformat janë në qendër të diskutimit publik. Megjithatë, sipas këtij raporti, vendi paraqitet si një nga aktorët më të avancuar në rajon për sa i përket transformimit demokratik dhe performancës qeverisëse. Partia Socialiste depoziton një projekt ligj të ri për dhënien e shtetësisë shqiptare. Nisma e firmosur nga Tauland Balla parashikon përjashtime nga kriteret aktuale në rast në interes të posaçëm shtetëror. Propozimi synon që të krijojë mekanizma të ri verifikimi dhe vendimarrje në këtë proces. Një nismë religjore ndërmarrë nga Partia Socialiste e Shqipërisë synon të ndryshojë mënyrën se si jepet shtetësia shqiptare për shtetasit e huaj. Projekt ligji dorëzuar në kuvend me firmën e Tauland Ballës parashikon mundësinë që individët e caktuar të përfitojnë shtetësi edhe jashtë kritereve të standardeve të përcaktuara aktualisht në legjislacion. Sipas propozimit, në raste kur ekziston një interes i posaçëm shtetëror, aplikantët mund të përjashtohen nga kërkesa që lidhen me moshën, njohjen e gjuhës shqipe, njohuritë historike apo periudhën minimale të qëndrimit të në vend. Ky ndryshim synon të korrigjojë fleksibilitetin për raste që konsiderohen strategjike për interesat e shtetit shqiptar. Projekt ligji parashikon që ky interes të çevrikohet përpara presidentit të Republikës së Shqipërisë nga ministri përgjegjës për fushën përkatëse, duke garantuar një filtr institucional në vlerësimin e aplikimeve. Në vijim të procedurës, një rol të rëndësishëm do të ketë edhe Ministria e Brendshme, e cila do ndërmjetësoj procesin dhe do të përcjell propozimet për vendimarrjen përfundimtare. Një tjetër element i rëndësishëm
kryeministës së shkrimit një strukture të posaçme shtetërore, e cila do të funksionojë në varësi të ministrit të brendshëm. Kjo agjenci do të ketë si detyrë verifikimin e aplikimeve dhe vlerësimin e rrethanave që përbëjnë interes shtetëror, duke shtuar një hallk të re kontrolli dhe analize në proces. Në relacionin shoqëruar të projektligjit argumentohet se institucionet e larta të ekzekutivit janë ato që mbajnë përgjegjësi për të identifikuar dhe mbrojtur interesin shtetëror. Sipas kërkesës logjike, vendimarrja për dhënien e shtetësisë në raste të veçanta duhet të mbështetet në një vlerësim të gjerë institucional që shkon përtej kritereve dhe standardeve ligjore. Qytetarët dhe familjarët e viktimave u mblodhën në Bregdetin e Vlorës për të nderuar jetët e humbura në tragjedin e Otrantos. Simbolika e 81 karrikeve sodhi në kujtesë fatin tragjik të viktimave. Dhimbja mbetet e fortë, ndërsa kërkesa për drejtësi vijon edhe pas dekadash. Një konflikt në një servis në Korçë përfundoi me 3 personat plagosur, njëri prej cilëve goditur me gërshër. Shkaku i sherrit ishte pakënaqësia për një punë të kryer në makinën e klientëve. Policia ka nisur hetimet dhe një person është shoqëruar në komisariat. Policia në Gjirokastër ndaloi një 26 vjetar që i kishte marrë paratë 35 bizneseve duke u prezantuar si punonjës i IKMT-s dhe institucioneve të tjera shtetërore. Ai u kap në flagrancë në momentin që po merrte 56.000 lekë nga një biznes. Hetimet për raste të tjera të mashtrimeve vazhdojnë. Një 26 vjeçar, i identifikuar si Luciano Mahilaj, u arrestua nga policia për mashtrimin e 35 bizneseve dhe subjekteve tregtare në qytete të ndryshme të jugut të Shqipërisë, duke përfshirë Gjirokastrën, Tepelenën, Përmetin, Vlorën, Himarën, Orikumin, Fierin dhe Beratin. Sipas policisë, i riu prezantohej si punonjës i Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit, por edhe institucioneve të tjera si Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Tatim Taksat, duke kërkuar nga bizneset shuma që varionin nga 200 deri në 600 euro. Ai u kap në flagrancë në Sarand, gjatë marrjes së 56.000 lekëve të reja nga një subjekt tregtar. Aktualisht, Luciano Mahilaj akuzohet për veprat penale, mashtrimi dhe përvetësimi i titullit apo i detyrës shtetërore.
Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 29 mars 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me intervale dielli në shumë zona, ndërsa në disa zona do të ketë vranësira të pjeshme. Pasditja vijon me mot të qetë dhe kthjellime të her pas hershme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 6 deri në 8 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:22 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 7 deri në 15 gradë Celsius. Kukës, 3 deri në 11 gradë Celsius. Peshkopi, 1 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë, 7 deri në 14 gradë Celsius. Durrës, 7 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 5 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 6 deri në 14 gradë Celsius. Berat, 6 deri në 14 gradë Celsius. Korç, -1 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë, 9 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër, 4 deri në 13 gradë Celsius. Sarandë, 6 deri në 15 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 29 mars 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të jenë me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 12 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:16 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:04 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 4 deri në 9 gradë Celsius. Podujev, 3 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj, 4 deri në 10 gradë Celsius. Pej, 4 deri në 9 gradë Celsius. Prishtinë, 3 deri në 9 gradë Celsius. Gjakov, 4 deri në 12 gradë Celsius. Malishev, 3 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan, 3 deri në 9 gradë Celsius. Ferizaj, 4 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik, 2 deri në 9 gradë Celsius. Suharek, 5 deri në 12 gradë Celsius. Prizren, 3 deri në 10 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita, bashkë me u takofshim në edicionin e ardhshëm.